Megjithse u pastrua vetëm pak muaj më parë, kanali ujrave të bardha të shiut në lagjen Kushtrimi është pushtuar sërish nga kallamishtet, barishtet dhe mbeturinat e shumta. Për banorët e zonës, ky kanal, i cili shtrihet përgjatë rrugës që lidh Transballkaniken me autostradën e Vlorës, disa muaj pas aksionit të pastrimit, është kthyer në gjendjen e mëparshme, duke u kthyer edhe një herë një shqetësim serioz për ta. Mbeturinat e shumta të hedhura aty, siç tregojnë edhe banorët, duhet të pastrohen me patjetër, pasi rrezikojnë që ky kanal më pas të bllokohet sërish duke përmbytur zonën. Fajtor për këto mbeturina sigurisht janë edhe vetë banorët, të cilët edhe nga ata që jetojnë aty pohohet se edhin mbeturina në kanal duke mos u ndërgjegjësuar dhe duke e përkeqësuar situatën. Banorët kërkojnë që kanali të rihabilitohet dhe të mbyllet totalisht në mënyrë që 10 familje në zonë të shpëtojnë nga një sër problemesh të shkaktuara prej tij, të mbartura ndër vite. Komaj 30 vjet. 30 vjet. Tani në 30 vjet, shu e mban mend të kanalin kulues? Ky kanali më keq ka qenë. Më keq. Aty derdhen edhe ujëra të zeza? Po. Ujëra të zeza? Po. Ka dhe ujëra të zeza. Për edhe atë ku jam unë, edhe atje kanali për i bret, nuk e qëron njëri fare. Jam te burgu ma ta burgut. E njëjta situatë. E njëjta. Ndërkohë, ky kanal u pastrua një herë. Po. Tani është i kthyer në të njëjtën gjendje. Një, po. Çejje. Kanë dhe mbeturina, idhen dhe mbeturina? Po hidhen mbeturina. Kush jeth në mbeturina aty? Po populli neve. Pa dërgjeje. Nuk kemi dërgjeje ne. Pa dërgjeje. Po mbeturina pas se bllokojnë apo jo? Bllokojnë. Ka myka, jo vjen era kanali. Dhe shumë mbyteni, si dhe pra për mbytje. Po. Duhet pastruar edhe një herë ose rehabilituar? Po duhet. Keni bërë ju kërkesë si banor? Jo, më gjenjëm kot, jo. Pse? Ka bërë taktia. Po prap kërkesa nuk dëgjohet apo jo? Nuk dëgjohet. Po nuk dëgjohet. Po. Çfarë gjendje sot ma shkruaj pa? Aq keqe sa neve po i duke rrugësya. Era kerëm, era pocaqi, një pocaqia madhe, njëri dorë zve, Zoti e di. U pastrua dhe është kthyer. Ore qa pas një benata sa shkon radhën, që si shbere. Ka shko kanali. Sot shohim që është mbushur me mbeturina apo jo? Po, hedh njerëzit ata që janë pa mend, pa kokë. E kemi fajin dhe ne domo. Po, fajin e kemi ne, se nuk e marrim atë pjesën ose letër ja hedh ma një koshë tjekë shu. Dhe koshat janë bosh? Po, është koshat. Jo, këtu të pak në hiqen e njerë, 3-4 ditë njerë dhe. Po këte nuk. Shohim edhe është kthyer si në thonjza një pyll. Kallama. Po kështu do, kështu ka nenjë kështu do tjetë, se s'ka njeri këtu ta heqbe. Është kaftari për mbytjeve ky kanal? Ato po mbytje sa herë i bieshi. Sa vite ke jeton? Jo, më për 20 vjet. 20 vjet shumë ka qenë? 20 vjet më keq. Më keq? Më keq. Jeni banore e zonës, sa vite keni? Po, banore, kemi 20 vjet, e njëjta gjendje, 2025 është turpi botës, as 2 kilometra nuk janë këtu. Pse më stimulojnë? Cili është problemi juaj sot? Problemi jonë është kanali. Ja, fëmijët e vegjël, shumë nuk, çfarë të themi, shumë gjë e keqe, ja, siç e shikoni vetë. U pastrua një herë apo jo? Po çfarë pastruan për sy e faqe, ashtu, hajt sa për të kaluar. Është kthyer prapë në të njëjtën gjendje. Më keq bile, më keq. Ama edhe ne si banor jemi pak fajtor vetes. Po mirë, normale, dhe banorët pak a shumë kanë faj se janë të pandërgjeshëm. Po hidhen, normale që hidhen, po edhe kazanet janë shumë të rrallë. Duhen shtuar dhe kontenit. Po, pse mos t'i shtojnë, të qanë. Apo 2 kilometra janë i gjitha kjo, pse mos të mbyllet, gjuna. Po, normale, duhet dhe ndërgjegjësimi, duhet, po edhe puna e shtetit duhet. Në asnjë mënyrë, vam 20 vjet, e njëjta gjë. Kanali përgjat aksit në hyrje të qytetit është kthyer në një shqetësim për banorët, jo vetëm për shkak të ndotjes që ofron sot nga mbeturinat, por edhe për faktin se aroma të pakëndshme vijnë prej tij, duke i detyruar banorët që të qëndrojnë me dritare të mbyllura në banesë. Aty tashmë mund të cilësohet një vatër ere infeksioni për shkak të insekteve të shumta që ky kanal mbledh çdo ditë.